në atë lloj moshe të laj nonën edhe babën, ajo valigje ishte sa unë në kam. Kësaj dite kemi 45 punëtor, arrisim të bëjmë në fundjavë edhe 1000 veta në ditë. Lotët e babit tim, si unë kam pa më Durrës, duke hikur. Rrugtimi im ka filluar në vitin 95, drejt Italiës. Mosha ime ka qenë 11 vjeç, të gati për 12. Ishte një emigrim shumë i vështirë, sepse në atë lloj moshe të lajsh nonën edhe babën, është një pjesë, besoj, më e vështirë e jetës. Ishte për një drejtim për më mirë, për një sukses, për një shkollim të ndryshëm, ishte sakrifica e prindreve, pjesë më të vështira, besoj, të jetës tonë ishte mënyra kur mora valigjen dhe ajo valigje ishte sa unë kam shoh babën edhe nanën kur largohet nga unë, aty e kuptova kur ishte momenti, pika më e vështirë dhe mënyra më e vështirë e largimit nga prindërja. Ishte një fond evropian me bashkëpunim me shtetin shqiptar edhe me Caritasin, organizuan që të tre bashk edhe për t'i dhënë fëmijëve një të ardhme ose një kulturë të ndryshme, një studim të ndryshme, të shkollumit në Itali, të hikmit nga një diktaturë, nga një mënyrë e varfrisë si na ishim në Shqipëri, edhe kjo organizoi gjithçka nga dokumentacioni, nga stabiliteti ekonomik kur arrishim në Itali, nga fletja, nga shkollimi, nga gjitha, nga edukata, nga edukatorët, edhe përzjedhen shumë nxënës nga tërë Shqipëria. Kuzhinën e zgjodha një pasion i të ardhur nga familja, sepse babajnë e kam pas kuzhinë shumë i vogël në pjesën ushtarake të pjesës ushtrisë të atit dhe udhëtimin e ushtrisë, ka pasur pjesën e kuzhinës, por nuk besoj se ka qenë një influencë nga ana familjare, por ishte vetë ajo pasioni im duke parë një kuzhinë të Kalabrisë si është shumë e përmbledhur në familje. E kanë si kulturë nga gjyshja, stërgjyshja dhe mbledhja familjare e kalabresëve më dha një mënyrë të kulturës të kuzhinës edhe të zgjedhja rrugtimin e kuzhinës. Unë kam mbaruar shkollën në Itali dhe eksperienca ishte tëra e imja ishte krejt në Itali, që nga diplomimi, që nga eksperienca e punës për kuzhinier dhe me kategoritë njitmes të jetës time deri të arritës të shef kuzhine, si ishte në Itali, edhe ishte një propozim i një firme italiane si ishte në Portogali dhe më bon një propozim për të ardhur në Portogali si shef kuzhine, për të nitur një muaj, për të bërë formim të një stafi, një restoranti. Erdha në Portogali, posh pjesën e klimës, robësinë e thjeshtë, një vend besoj me shumë perspektiva si mund të rriqe me eksperiencën time, një vend si kishte një klimë fantastike, edhe u dashurova me vendin, edhe propozimi i kontratës punës ishte goxha i favorizueshëm, i lartë, edhe ku jam sot 14 vite si jetoj në Portogali. Fillimisht normale si ishte shef kuzhine edhe një shef kuzhine edhe marrim pak a shumë e vërtet se mekanizmi çdo lloj restoranti, motorri i çdo lloj restoranti, besoj se është pjesë e kuzhinës, ta kuptosh çfarë do të thoje kuzhina në restorant, por nuk është vetëm ajo, edhe eksperienca jetës time duke bërë shef kuzhine dhe të bërë shumë menaxhimin e një restoranti, menaxhimin e personelit, dhe kjo ishte eksperiencë deri kur arrita një moment si e pash vetveten time, se unë isha gati të merresha me biznesin tim, të hapsha biznesin tim, të kisha suksesin e ëndrrës, çdo lloj kuzhinierit, çdo lloj profesionistin që shqyr Zotit, me sakrificën, me mënyrën e rrugtimit jetës, me mënyrën e eksperiencës të kuzhinës, krijem biznesin tonë. Kemi 4 vite që kemi biznesin tonë,
e kemi në qendër të Lisbonës, një nga parkët më të bukura të Lisbonës, në qendër të Lisbonës, po e paragonim paka shumë me idenë e Shqipërisë, po thojmë se është një pozicion të Tajvanit të Shqipërisë, të Tajvanit të Tiranës, ne kemi të qendër të Lisbonës, ku një njëjtë moment jemi në qendër, po një njëjtë moment jemi të rrethuar nga pula, nga gjela, nga ambient jeshil, kur personat e zonës ndjehen, në një njëjtë moment ndjehen në qendër të Lisbonës, po ndjehen një fshat të Lisbonës. La Villa ofron një ushqim italian, një ushqim thjesht, familjar të kuzhinës italiane, të bazuar në kuzhinën të shpejtë, sepse ne kemi klientelë, arrisim të bëjmë edhe 1000 veta në ditë, edhe kuzhinën e kemi bazuar në shpejtësinë dhe kualitetin e kuzhinës italiane, dhe nga prodhimet që nga domatja si kemi, që nga mozzarella fior di latte, që nga prodhimi makaronëve të freskëta, dhe plus ne fund të muajit kemi edhe një projekt të ri të bazuar nga La Villa, që do bëjmë edhe prodhimin e makaronave nga zero, të bëme vetë, të prodhume nga ne, që nga makaronat freska, ravioli, strozzapreti, spaghetti, tagliatelle, japi një kualitet shumë më të mirë, edhe një fitim për më shumë për në firmën tonë. Na ja kemi nisë me një periudhë shumë vështirë të restoracionit, që ka qenë në mes të pandemijës. Ja kemi nisë me një biznes familjar nga zero, kemi nisur nga 11 punëtor, sot kësaj dite kemi 45 punëtor, kemi një klientelë nga ana e futbollit, nga ana politikane, nga ana e televizoreve, nga personazhet më të mëdhenj publike portugeze. Klientela jonë është 80% është portugeze. Arrisim të bëjmë në fundjavë edhe 1000 veta në ditë. Pozicioni jonë është në qendër të Lisbonës, jemi në mes të ambasadave. Përpara kemi ambasadën gjermane, nga mbrapa kemi ambasadën italiane, nga ana fillimtare kemi Universitetin e Mjekësisë, kemi 2 spitalet më të mëdha të Portugalisë. Besoj se dhe ambicia e një Robi është pozitiviteti dhe mënyra e rrugtimit të suksesit që t'jep forcën më të mirë, dhe besova se unë një ditë do arrisja, por jo në këtë pozicion si jam. E kemi të kalu ato ëndrat e si ne kemi pas, por ma shumë hec për para, ma shumë rritesh, edhe ma shumë të vinë ambicje dhe të rritesh ta ma shumë. Kemi programe prap të ritmi edhe i qik. Kemi edhe 2 projekte si po i mbarojmë. Kemi një gjelateri dhe pastificën edhe prodhimin e ambëlsirave mënyrë italiane këtu afër. Na besojmë se deri në 2027, si mbas planifikimeve tona, arrisim deri në 250 persona. Kemi goxha grupe shqiptare, kemi pasur nga presidenti e Kosovës, kemi pasur nga ministrat e Kosovës, kemi pasur ministra shqiptar, kemi pasur politikan shqiptar, aktor shqiptar, kemi pasur tavolina të mëdha televizionit Klan, kemi pas gazetar, kemi pasur shumë personazhe shqiptare. Një nga pjesë që unë maj ma shumë men të jetës time është fëmijëria, ku kam qenë i vogël, edhe ajo pjesë më ka ngelur gjithmonë trurin tim. Edhe besoj se dashuria për Shqipërinë është një nga pjesë më të mëdha që unë kam në jetën time. Se atje ku jam rritur, atje kam lindur, atje kam familjen, atje kam babën, kam nanën, edhe unë çdo muaj shkoj në Shqipëri. Edhe besoj që një ditë doja të investoja në Shqipëri, ose doja të kisha diçka në Shqipëri. Krahasimi më i bukur jetës time, ato lotët e babit tim, si unë kam pa më Durrës, duke hikur të njëjtin lot kam parë kur babim ka pa biznesin edhe ku jam sot. Besimi në vetveten tate, edhe durimi, edhe thjeshtësia, edhe ambicia jote me kalimin e kohës çdo gjë arrit në sukses.